39 deputet të rinj të Partisë Socialiste nisën të marrin leksionet e para në Akademinë Politike të Selisë Roz, përpara se të ulen për herë të parë në karriken e parlamentit në shtator. Disa prej tyre u ndalën të japin komentet e para sa i takon kësaj shkolle politike dhe peshës që do të ketë për ta, përpara marrjes zyrtarisht të mandatit. Keni emocione për ditën e parë të shkollës? Jo, është akademi dhe kam kënaqësinë me kanë pjesë. Keni një lektor të preferuar? Për mua janë të barabartë. Ditën e parë të shkollës, jo, s'mu ta quajmë shkollës, ti është një trajnim. Cili është lektori juaj preferuar? Të gjithë janë shumë mirë, s'kemi një të preferuar, që nga kryeministri që ishte i pari e deri tek i fundit. Shumë faleminderit. Këtu do jemi, këtu po merat. Si shkoi leksioni i parë? Shumë mirë, siç e prisnim. Çfarë mësuat për rolin e deputetit? Po tani ishte me dorë të mbyllura trajnimi, se i bie që të bëhen gjithë deputet pastaj, po u trajtuan si ne. I bie të japim material opozitës. Na shërben absolutisht shumë se duke qenë se ne jemi absolutisht pa eksperiencë në këtë fushë, mendoj është shumë e durë që nga senatorët e Partisë Socialiste të kemi disa eksperjenca qoftë, po themi akademike, po dhe të jetësuara nga vetë ata më përpara. Lektori i parë ishte Fatmir Xhafaj, i cili u kujdes që përpara medjave t'i cilësonte ata si koleg. Nuk do bëjmë sim, dhe ata nuk janë zënës, janë kolegë të mirë, dhe si që ndodhë në çdo lloj pune tjetër, dikush që ka një eksperiencë përpara mundohet t'ua transmetoj kolegëve. Dhe në mënyrë metaforike është kënaqësi për mua që do takoj me kolegët e mi që do ndaj 4 vjet në seancë. Roli i deputetit dhe etika e përfaqësimit ishte leksioni i parë dhënë nga Fatmir Xhafaj. Akademia Politike e Deputetëve do të jetë çdo fundjavë deri më 20 korrik dhe 16 figura të Partisë Socialiste janë investuar për të dhënë leksione rreth disa fushave si funksionimi i parlamentit, marrëdhëniet ndërinstitucionale dhe ndërkombëtare, komunikimi politik, si dhe Partia Socialiste e vizioni i saj për 2030-ën.